Alarmet për bombardime u dëgjuan përsëri në disa pjesë të Izraelit mëngjesin e sotëm pasi Irani nisi një val të re raketash në përgjigje të sulmeve të Izraelit në ditën e 5 të përplasjes mes tyre. Shpërthime të forta u dëgjuan në Jeruzalem dhe në Tel Aviv, ndërsa mbrojtja ajrore u aktivizua menjëherë. Shërbimet e urgjencës janë ende në vendngjarje në zona që janë goditur në Izraelin qendror. Një zyrtar ushtarak izraelit u shpreh në raundin e fundit të sulmeve iraniane u lëshuan rreth 20 raketa, shumica të cilave u kapën, por disa goditje u identifikuan në zona të hapura, që prej nisjes së konfliktit 24 persona janë vrarë në Izrael dhe më shumë se 500 janë plagosur. Në Iran shpërthime të forta u dëgjuan në kryeqytetin e vendit Teheran, ndërsa Izraeli vazhdoi me sulmet e tij. Televizioni shtetëror raportoi se 3 nga punonjësit e tij u vranë kur ushtria izraelite goditi selin e tij një ditë më parë. Ushtria izraelite njoftoi se vrau komandantin ushtarak iranian Ali Shadmani në një sulm në Teheran gjatë orëve të mbrëmjes. Shadmani mori detyrën si shef i shtabit i cili planifikon operacionet të përbashkëta ushtarake mes forcës elitare të Gardës Revolucionare dhe ushtrisë së rregullt iraniane. Ai e mori rolin pasi pasardhësi i tij, Gholam Ali Rashid, u vra në një sulm izraelit javën e kaluar. Trafiku i rënduar mund të shihet në Teheran dhe radhët po rritën në pikat e karburantit, ndërsa banorët evakuohen nga kryeqyteti, raporton BBC. Njerëzit në qytet po pyesin se si mund të largohen, ndërsa një banor shkruante në rrjetet sociale se si mund të evakuohet Teherani me 10 milion njerëz. Në një intervistë televizive, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli kishte dëmtuar ndjeshëm programet e raketave bërthamore dhe balistike të Iranit, por theksoi se forcave të tij u duhej ende më shumë kohë. Grupet e të drejtave të njeriut thonë se kanë dokumentuar më shumë se 400 njerëz të vrarë në Iran, mes tyre 197 civil, sipas Associated Press.